Për një pasuri që ti mund t'ja kesh dhënë borxh dikujt, a ke detyrë me dhënë zakat për këtë? Në qoftë se i ke dhënë para borxh një njeriu që ka mundësi ta shlyejë borxhin dhe pret që ta shlyejë borxhin në afat në kohë, atëherë e ke detyrë që t'japësh zakat për këtë borxh, kuptohet, nëse plotson kuotën, dhe kalon vitin e gjendje. Mirë po, zakatën do të ke detyrë që ta japësh, mirë po ka një lehtësim, mund ta japësh zakatën e këtij borxhi në momentin kur do ta marrësh për gjitha vitet e shkuara. Nëse ka kaluar vetëm një vit, do ta japësh për vitin që ka kaluar. Nëse ka kaluar disa vite, do ta japësh për gjitha vitet e kaluara. Ndërsa në qoftë se i ke dhënë borxh një personi që është në vështirësi dhe nuk pritet që ta shlyejë borxhin, ose është e vështirë që ai ta shlyejë borxhin, atëherë nuk ke detyrë që t'japësh zakat për një borxh të tillë, por nëse ndodh që ky njeri ta shlyejë borxhin, ky borxhlir ta shlyejë borxhin, atëherë do t'japësh zakat vetëm për vitin e fundit, dhe jo për gjitha vitet e shkuara.